Përshëndetje miq, mirë se keni ardhur sërish këtu në Okult Ezoterizëm, si çdo të mërkur në orën 19:30 ne kemi tema të ndryshme për të komunikuar dhe për të folur së bashku, tema të cilat nuk janë shumë të ndjekura për arsye se aktualisht turmat nuk e kërkojnë rizgjimin, por kërkojnë gjatë gjithë kohës argëtimin, ndeshjet, futbollin, gatimin, modën, showbizin, apo këto që në ezoterizëm njihen si emisionet e spektaklit, shoqëria e spektaklit. Kjo është ajo arsyeja pse njerëzit janë të humbur dhe kanë kaq shumë pasiguri. Jetojmë në një kohë ku ne mendojmë se jemi të lirë dhe mundësitë që ne zgjedhim janë ato që liria jonë na ofron, por në të vërtetë dhe ato pak mundësi që ne mendojmë se jemi të lirë për t'i zgjedhur janë tepër të kontrolluara nga pjesa tjetër ose nga ata që njihen me nofkën ata. Çfarë dua të them? Dua të them se ne jemi një shoqëri e kufizuar, pavarësisht se ne mendojmë se jemi të lirë, ne jemi duke dështuar çdo ditë në rrugëtimin ton të jetës dhe në rrugëtimin e brezave që po vinë dhe qenies ton si Homo sapiens. Dhe kjo do të sjell me kalimin e viteve një destabilizim dhe shumë pak po e kuptojnë këtë. Pse e them këtë? E them sepse ne gjatë gjithë kohës përpiqemi t'i bëjmë përshtypje të tjerëve, përpiqemi të vishemi bukur, përpiqemi të na shikojnë të tjerët bukur, përpiqemi të kemi makinën e fundit, telefonin e fundit, të provojmë ushqimet e fundit, ndoshta edhe ato të trendit, të ham edhe gjëra të padobishme, vetëm sepse kështu është moda. Në ezoterizëm shumë pak njerëz janë të zgjuar për ta ndjekur këtë kategori. Kjo kategori nuk studion shfaqje apo spektakël të cilat turmat ndjekin. Në ezoterizëm ti nuk mëson dot se çfarë bëhet në TikTok, nuk mëson dot se çfarë bëhet në botë, por mëson se si operon dhe si orientohet qenia njerëzore nëpërmjet manipulimit, si ecin turmat dhe çfarë ndodh përtej materjes, përtej botës që ne perceptojmë, përtej botës materiale. Sot unë do të flas pak për pjesën e meditimit, ku do ta prekim, erdhi dhe koha që ne të prekim meditimin. Dhe çdo meditim nuk është një anë racionale e kokës tonë. Çfarë ne mendojmë në jetën tonë, nuk jemi ne. Mendojeni pak të. Ne jetojmë në një jetë e cila nëse do të qëndroni vigjilent në kokën tuaj dhe në mendimet tuaja, do të kuptoni se gjatë gjithë kohës, edhe tani teksa po më dëgjoni mua, jeni duke menduar për mendime se çfarë do të bëni në të ardhmen, ose disa shkaqe që keni kaluar në të shkuarën, por shumë pak prej jush ndodhen tani këtu, në të tashmen. Pse? Sepse mendja gjatë gjithë kohës është duke kërkuar mundësi, duke kërkuar alternativa, duke u përshtatur sistemit dhe shoqërisë që ka krijuar këtë lloj sistemi. Pra, ne jetojmë gjatë gjithë kohës me mendime për të ardhmen. Çfarë do bëj më vonë, çfarë do bëj tani, çfarë do bëj pasi të mbaroj këtë emisionin, ku do të shkoj, çfarë do të bëj më vonë, po si do t'i bëj ato gjërat, po si do t'i blej këtë gjë, po si do ta marr atë gjë, kam për të marr këtë, kam për të bërë atë, kam gjatë gjithë kohës është me kam, me do të. Ne jetojmë në të ardhmen, pavarësisht se jetojmë në të tashmen si trupa fizik, por në kokën tonë ne jetojmë gjatë gjithë kohës në të ardhmen. Dhe kjo e shkatron trupin ton mental. Kjo na bën ne të psojmë ankth, të kemi pasiguri në veten tonë,
të kemi shumë gjëra të cilat ne na sjellin disbalancë ose çekuilibër të katër trupave tanë. Meditimi nuk është mendje. Meditimi është e kundërta e kësaj që ju deri tani keni kuptuar. Ne vim këtu nga një fazë meditimi, ne kur jemi fëmijë ose për ta kuptuar më mirë këtë gjë, shikoni një fëmijë teksa fle, ose një fëmijë të porsalindur. Ai vjen nga një gjendje meditimi. Shoqëria është ajo që e elmon atë, duke futur formimin e tij, punën, mënyrën e përshtatjes, duke filluar me sistemin, që nga çerdhja ti fillon shkon në çerdhe në orën 7:30, pastaj shkon në kopësh në orën 7:30. Pastaj shkon në shkollë, shkollën tënde fillore. Pastaj shkon në gjimnaz. Pastaj shkon në universitet, pastaj shkon në punë. Dhe të gjitha këto janë pothuaj në orën 8 ose në orën 9. Janë gjithmonë në mëngjes. Është një mekanizëm që ti mësohesh dalgadal me ecurinë dhe kështu të formson shoqëria. Pastaj ti provon zhgënjimin, provon fazat e rebelimit, provon shumë gjëra teksa arritesh dhe formsohesh në atë lloj forme që shoqëria ty të kërkon. Ti nuk je më në gjendje meditimi, por megjithatë, meditimi është brenda teje. Është si ajo puna që teksa kërkon me atë shoshën të nxjerrësh florinj, ti merresh me baltën dhe i harron florin për momentin. Por florinjt janë ende aty nëse ti përpiqesh t'i shohësh, ose do të vazhdosh ta tundësh sitën më shumë për të nxjerrë atë që ti kërkon. Kjo është ajo gjëja që në meditim ne kërkojmë. Ne në meditim kalojmë në një fazë jo mendimi. Zakonisht kur shumë prej nesh, kur futen ose tentojnë të bëjnë meditim, e kanë tepër të vështirë të bëjnë meditim. Çfarë ndodh? Nëse përpiqeni të mbyllni syt, ju do të çorientoheni, do t'ju vinë një tufë ose si ta them, shumë mendime njëkohësisht, do të duket sikur do të çmendesh, nuk ke fokusim. Përse ndodh kjo? Për arsye se ti je lidhur me anën materiale aq shumë sa që nuk e percepton dot të jetën, po mos e kesh këtë anë. Nuk e percepton dot të qenurit një shpirt. Çfarë është një shpirt brenda? Një energji vitale. Ti nuk e percepton dot këtë energji dhe çdo gjë ti e lidh me të jashtmen. Dhe shumë njerëz ndihen mirë kur marrin gjëra të reja. Kjo është arsyeja pse ata lumturohen kur blejnë gjëra të reja. Kjo është arsyeja pse ata e lidhin jetën me gjërat që marrin gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë kohës duan të provojnë gjëra të reja. Kështu është qenia njerëzore në thelb. Është një shprehje në meditim që bari rritet vetë kur vjen pranvera. Pse është kjo shprehje? Kjo shprehje do të thotë se duke qëndruar dhe duke pritur, ne fillojmë të rritemi dhe të kuptojmë anën tjetër që e kemi të pamundur aktualisht ta konceptojmë. Në meditim ne zakonisht kur futemi në fillimet tona të para, do të kemi pak turbulencë, do të kemi fokus të shumë të dobët dhe të çrregullt, ne nuk do të jemi të fokusuar në pjesën e qetësisë tonë të brendshme. Meditimi është përtej mendimeve tona racionale, por ne kemi formsuar jetën në bazë të mendimeve tona racionale. Ne kemi të pamundur të konceptojmë një jetë pa mendim. Dhe në të vërtetë jeta ndodh përtej mendimit tonë. Si ndodh kjo? Kjo ndodh duke qëndruar në qetësi dhe duke bërë këtë dalgadal, duke kaluar ditët. Ku është ndryshimi midis të qenurit meditues dhe të qenurit jo meditues? Në fillimet e mia kur unë isha jo meditues, sepse meditimi nuk është diçka që vjen me imponim. Nëse e bëni këtë me imponim, është njësoj si të bindësh një lule të lindë para kohe. Do ta shkatrosh atë. Gjërat që vinë me imponim sjellin gjithmonë shkatrimin tek krijimi, ose tek krijesa, ose tek individi.
Pse e them këtë? Sepse është njësoj si të detyrojnë të bësh një punë që ti nuk e dëshiron ta bësh dhe do vi një moment që ti nuk e bën më atë punë. Pse? Sepse gjithë natyra jote është në kundërshtim me gjën që ti po bën. E njëjta gjë ndodh edhe me meditimin, nuk është imponim. Meditimi vjen natyrshëm. Ne duhet të rritemi në anën mentale për të kuptuar anën e meditimit. Ne jemi këtu. Kur them këtu i përket botës materiale, pse jemi këtu? Që të zhvillohemi. Ne jemi këtu që të gjejmë shpirtin ton, të gjejmë ikigain ton, të gjejmë rrugën ton të drejtë. Rruga jon e drejtë vjen duke kuptuar anën përtej mendimit racional. Si kuptohet ana përtej mendimit racional? Duke i pushuar mendimet tona. Dhe duke pushuar mendimet tona dhe anën tonë racionale, ne zhvillojmë atë që njihet ndryshe si intuita ose hapjen e syrit të tretë, që disa me tallje ose mendje të rëndomta fillojnë të qeshin dhe të flasin për arsye se kanë shumë të drejtë ta bëjnë këtë, sa më bosh ti është nga koka, aq më lart e mban atë. Ngjason me atë grurin, kur është bosh, qëndron lart, kur është i mbushur me grur, e mban kokën poshtë. Kjo është logjika. Dhe po thoja se kur hapet ky syri i tretë, që është intuita, mënyra e perceptimit, ndjesitë, dhe ti fillon të bësh vëzhgues i mendimeve të tua, do të kuptosh që meditimi është porta yrse e paqes tënde shpirtërore. Çfarë ndodh kur ne përpiqemi të meditojmë? Në fillim trupi reagon në një situatë meditimi jo mirë, për arsye se ne kemi gjatë gjithë kohës që e kemi mësuar atë me shprehi të gabuara, duke parë formimin e shoqërisë që ka ndikuar tek ne, kushtet, jetesën, prindrit, keq-ushqyerja, shoqëria dhe shumë gjëra të tjera që vinë me periudhën e jetës sociale këtu. Meditimi është të distancohesh pak nga pjesa e turmës, është të qëndrosh me veten. Dhe të qëndrosh me veten shumë njerëz kjo i trem, sepse do të përballesh me hijet e tua, të cilat në meditim ti i njeh dalgadal duke u thelluar në të qenurit qetësi tek vetja jote. Dhe kjo vjen edhe sa më shumë që ti e bën, aq më shumë shtohet, dhe në meditim është një shprehje që unë e kam mësuar teksa kam vite që meditoj dhe lexoj për meditimin nga i madhi Osho, ku thot se do të kuptosh teksa mediton se asgjë që të rrethon nuk është e jotja. Madje as prindrit, as fëmijët, as ti vet nuk je joti. Pse e thot këtë Osho? Sepse meditimi ka të bëjë me ynoren, ka të bëjë me atë që është brenda nesh. Ashtu si e kam thënë tek emisionet e mia në fillim të këtij rrugtimi, kam thënë se ne gjatë gjithë kohës flasim për gjërat që kemi, duke treguar pronësi për to, duke filluar nga trupi jon, makina ime, shtëpia ime, koka ime. Pra ne i kemi në pronësi këto, nuk jemi ne ata. Këto janë pronat tonat, por kush jemi ne në të vërtet, ajo është brenda nesh. Dhe këtu ndahet mendja racionale dhe zemra. Të dyja mendojnë. Zemra kupton atë që mendon, ndërsa mendja vetëm e logjikon. Në anën tonë logjike ne bëhemi shumë racional dhe nëse ne do ta heqim zemrën, mendja do jetë vetëm një inteligjencë, një mënyrë arsyetimi e ftohtë, ose një robot, ku ne nuk do të quhemi me njerëz, por do të jemi thjesht pajisje ose robot duke bërë algoritma të caktuar pa pikë ndjesie. Zemra është ajo që jep kuptim jetës tonë. Prandaj e vërteta ndodhet në zemër dhe jo në kokë. Në momentet që ju do praktikoni në fillim meditimin, do të ndjeni një zhurmë brenda vetes tuaj. Është kaosi.
është zhurma ku ju keni jetuar për një kohë të gjatë. Dhe kjo do t'ja u bëj shumë të vështirë për qëndrimin, por me kalimin e kohës, duke praktikuar në fillim nga 1 minutë, nga 2 minuta, dhe çdo ditë këtë, dhe brenda mundësive në orar fiks. Përse e them këtë? Trupi dhe truri jonë është mekanizëm. Nëse ne ngrihemi dhe konsumojmë ushqim për 30 ditë rresht në orën 8 të mëngjesit, me shumë mundësi ditën e 31 kur të vej ora 8 ty do ta hahet ushqim. Pse? Sepse ti ashtu e ke mësuar trupin. Nëse ti vazhdon të bësh të kundërtën e kësaj gjëje, ose të ngrihesh dhe të abuzosh për 30 vite të jetës tënde duke mos medituar kur për 30 vite, edhe ditën që do ta fillosh këtë praktik, do të ndjesh shumë problematika. Pse? Gjëja e parë është se gjatë kohës që ti nuk mediton, ndodh në trupin tënd enterik të bllokohen kanalet e burimeve të energjisë, të cilët kanalizohen në një kanal i quajtur sushumna. Ky kanal është një kanal energjetik që ndodhet brenda trupit tënd fizik dhe eterik, ku përqendrohen energjitë. Gjatë kohës që ti abuzon me trupin tënd fizik, këto kanale bllokohen dhe ndodh që të kesh dhimbje koke, të kesh marrje mënsh her pas here, të kesh marrëdhënie jo të mirë me trupin fizik, të kesh ankth, të kesh pasiguri të mëdha për jetën. Dhe pas kësaj, ti fillon të përqendrohesh në këto dhe trupi e ka shumë të vështirë ta konceptoj këtë gjë dhe fillon të krijojë emocione çorientuese ose frike ose mungesë, sepse nuk është përshtatur me këtë lloj qetësie, pavarësisht se në thelbin e tij, në subkonsciencën tonë, meditimi është e jona, është pjesë e jona. Ne mund të qëndrojmë nëse e arrim këtë nivel, madje edhe 24 orë me meditim, por nuk mund të qëndrojmë dot 24 orë të fokusuar. Pse? Sepse fokusi kërkon energji dhe koncentrim, kërkon gjatë gjithë kohës vëmendje, të jesh aty, të ndjekësh, të argëtohesh me turma, të fillosh të bësh një lojë dhe kërkon, ti nuk mund të luash dot 24 orë, ke të pamundur, do të kesh lodhje nervore, lodhje mentale për shumë gjëra, por mund të qëndrosh për 20 orë në meditim. Pse? Sepse kur ti arrin të zhytesh thellë në subkonsciencën tënde, mendimet e tua ndalojnë në një lloj forme dhe ti bësh një me mendimin ynor. Prandaj Buda thoshte gjithmonë që jeta ndodh përtej mendimit. Ne ku nuk mendojmë, jemi duke jetuar. Çfarë ndodh në gjumë për shembull? Pavarësisht se mendja tënde racionale mendon dhe ti shikon ëndra, pjesa tjetër që kalon pas fazës së gjumit REM, që është pjesa e thellë e gjumit, ndryshe e njohur si vdekja e vogël, atje ti je një me ynoren. Ti nuk e kupton se çfarë ndodh këtë fare dhe je absolutisht i qetë, nuk ke dhimbje, nuk ke problematika, nuk ke ankth, nuk ke asgjë. Pse ndodh kjo? Sepse ajo është një faza më e afërt e të qenurit në meditim, e të ndjerit e të ndjerit ndjenjën e meditimit brenda vetes tënde. Ky është përjetimi i meditimit. Është e kundërta e të gjithë mendimeve tua racionale. Dhe unë do të ndalem pak, do të tregoj dhe një teknik shumë të thjeshtë që ju duhet ta praktikoni çdo mëngjes këtë për të futur në rrugën e meditimit, dhe në episodin tjetër do të ndalemi tek teknikat e meditimit. Atëre, si fillim, para se ne të fillojmë të meditojmë, ne duhet të lexojmë për meditimin. Shumë shpejt te gazeta jon okult.org ju do të gjeni material për meditimin në kategoria ezoterizëm, por edhe te faqja ime ezoterizëm do të gjeni materiale që do publikohen shumë shpejt rreth meditimit. Në fillim ne përgatitim anën mentale për njohjen e meditimit, që meditimi është një proces jo i mendjes, por i shpirtit.
Pasi do të mblithni informacion se çfarë është meditimi, çfarë janë çakrat, që çakrat po ja u them se nuk dua të ndalem aty, por do ndalem në episodet e tjera, janë organe jo fizike për trupin eterik. Ashtu si ne kemi organet fizike në trupin fizik, çakrat janë organe jo fizike në trupin eterik. Kemi kanalet energjetike, kemi 2 kanale energjetike, ida dhe pingala, të cilat kalojnë në një kanal kryesor i njohur ndryshe sushumna dhe pastaj ato dalin tek kurora e kokës dhe këtu kalojnë energjitë elektromagnetike të individit, duke dalë nga duar dhe nga këmbët dhe duke bërë një cikël të mbyllur që ngjason me gjysmën e mollës. Nëse merrni një mollë, prini në mes dhe do të kuptoni gjithë mekanizmin se si funksionon qarqet e mbyllura brenda trupit të njeriut ose kur ne bëjmë një tokëzim. Pasi ju do të keni marrë këtë informacion, do të pajiseni mirë nga trupi mental sepse është, e theksoj këtë, është rrezikshme të luash me shpirtin dhe është rrezikshme të tallesh apo të bësh humor ose mos e marrësh seriozisht meditimin. Meditimi është një rrugëtim shpirtëror dhe nëse ti fillon të tallesh dhe e provon disa herë dhe e le pas më vonë dhe pastaj i rikthesh prapë dhe e le pas më vonë, do kesh probleme me ankthin. Se do të kesh probleme me kanalet energjetike në trupin eterik. Këto mund të duken si gjëra për të qeshur, mund të duken si një film vizatimor, mund të duken si legjenda, por nëse do thellohesh në studime, ti nuk do të qeshësh më. Sepse qeshin vetëm ata që nuk kanë mendim, qeshin vetëm ata që nuk duan ta kuptojnë ose nuk janë të aftë ta konceptojnë këtë gjë. Dhe pasi të marrësh dhe informacionin e përpunuar nga shumë burime që ti mund të gjesh duke filluar nga librat, nga individ të caktuar, nga materialet në internet që të gjitha nuk mund të jenë të vërteta, duhet t'i shikoni me kujdes këto materialet në internet dhe pasi ti e përgatitur shpirtërisht për këtë dhe mentalisht, shpirtërisht ka të bëjë me trupin eterik dhe fizik dhe astral, mentalisht ka të bëjë me trupin mental dhe fizikisht ti duhet të krijosh një vend se ku do ta kryesh meditimin. Zakonisht meditimi kryhet në ambientet e shtëpisë, një vend i qetë, i izoluar nga zhurma, nuk duhet shumë dritë, por nuk duhet as errësirë. Si fillim e mira është ta bëni në mëngjes, por edhe në mbrëmje. Ju niseni vetëm me një herë këtë. Pozicioni i asaj është asana, do me thënë i njohur ndryshe në këtë lloj forme dhe këmbë kryq, duart mbahen gjithmonë kështu. Dhe kjo është një nga mudrat ku unë do të flas pak më vonë për energji të ndryshme të trupit, se mudra kemi lloj-lloj mudrash, kemi edhe një tjetër me duar për të bërë këtu, kemi edhe një tjetër këtu, kemi edhe një këtu, kemi edhe një këtu, janë shumë lloj mudrash, të cilat këto janë kanalizime energjie, për arsye se ne thamë që kemi 7 çakra, që janë 7 energjit kryesore të trupit eterik, por janë mbi 3750 burime energjie në trup, të cilat ato aktivizohen me anë të këtyre mudrave, të cilat janë teknika që vijnë nga hinduizmi. Për këtë unë do të ftoj edhe një mik, ezoteristin dhe mikun tim Enea Gjonaj, ku ne do t'i trajtojmë më me detaj këto. Do të flas dhe me një mik tjetër, prap do të trajtojmë një temë rreth meditimit, po nga ana e anatomisë okulte të njeriut, duke prekur mënyrat se si ruhet ankthi dhe ku grumbullohet stresi, por këto do të vinë në videot e ardhshme që ne do të zhvillojmë dhe do të kemi goxha pika për të folur, por në këtë pikë ju do të njihni meditimin
në fazat e para fillestare dhe duhet ta praktikoni këtë dhe jo vetëm ta dëgjoni, sepse gjërat që dëgjoni pa praktik janë si ëndrat në sirtar, të cilat ne thjesht i kemi dhe për aq kohë sa nuk i vëmë në zbatim, për çfarë na vlejnë? Për çfarë na vlejnë këto? Kush është dobia e gjithë këtij informacioni që po marrim nëse ne nuk e vëmë në praktik? Është kot. Të mos degëzohemi shumë, po kthehem tek tema dhe pasi i keni bërë këto, ju do të filloni me krijimin e një vendi në shtëpinë tuaj, ku ju do të filloni të bëni praktikën e meditimit. Meditimi nuk është adhurim. Dhe duke qenë se ne jetojmë në një botë elektromagnetike dhe energjike në të njëjtën kohë, ne na duhet një vend që do t'i dedikohet këtij procesi. Ashtu si ndodh me fetë. Të gjitha fetë kanë një vend të caktuar që i dedikojnë këtë proces. Përse e bëjnë fetë këtë? Sepse duke krijuar një vend apostafat, i cili bën çdo herë të njëjtat të rite apo rituale, krijohet një energji elektromagnetike te vendi, te toka ku është ndërtuar subjekti dhe ajo energji elektromagnetike qëndron aty sepse sa më shumë të kryhet një gjë, një proces, më shumë energji akumulohet atje. Dhe energjitë janë me frekuenca të caktuara dhe ti ndodh që kur shkon në xhami ose në kish ose në ndonjë tempull të madh, atje ti shikon që ka gjatë gjithë kohës një ndjesi. Më falni një sekond miq. Shikon dhe ndjen ose përjeton që ka një qetësi absolute dhe ndihesh mirë. E njëjta gjë ndodh edhe me atë vendin tënd ku ti do praktikosh meditimin. Meditimi është të rish në qetësi me veten dhe të lesh mendimet të rrjedhin deri në një farë pike sa që të mos i kesh më në kokën tënde. Kjo kërkon shumë praktik, por nuk është e pamundur. Para se ti ta fillosh ritualin e meditimit, i cili kërkon kohë, kërkon vullnet, jo detyrim, kërkon dëshirë dhe kuptim për gjërat që ti i bën dhe jo detyrim dhe kusht që ti do ta bësh. Zakonisht ne nisim diçka, jam vendosur do ta bëj, do ta filloj këtë, unë do këtë radhe kam ndarë mendje, nuk do abuzoj më, nuk do pi më, nuk do konsumoj më alkool, nuk do am më keq. Dhe çfarë ndodh pas 21 ditësh miq? Ne kthehemi prapë në origjinë, ndoshta edhe më keq. Pse? Sepse ne nuk e kemi nisur me dëshirë dhe me ambicien ton të brendshme për të ecur përpara. Ne e nisim atë thjesht sepse shoqëria na detyron, sepse ndikon ana sociale, formimi i shoqërisë. Dhe ne kemi në një moment të vogël një mendim reflektues, e fillojmë dhe presim rezultate të menjëhershme, duke harruar se për të shkuar deri aty ku jemi na është dashur një kohë shumë e keqe, që ne ta abuzojmë çdo ditë që të shkojmë aty dhe presim që pastaj kjo të ndryshojë brenda një jave apo 2 javësh apo një muaji. Dhe kjo është dështimi që ne bëjmë me veten, se ne nuk e kuptojmë mënyrën se si funksionojnë gjërat. Se si funksionon makroversi, se si funksionon energjitë, se si funksionojnë mendimet. Mendimet janë ato që bëjnë gjëra në jetën tonë dhe gjërat janë ato që përcaktojnë jetën tonë. Dhe subkonscienca janë mendimet vendimarrëse të jetës tonë. Por ne nuk e kuptojmë subkonsciencën. Ne kuptojmë vetëm anën tonë racionale dhe mendojmë se ajo është jeta. Ky është gabimi i të gjithë ciklit që ne e përfaqësojmë në kokën tonë jetën nga ana racionale. Nuk është jeta vetëm ana racionale. Ana racionale të duhet për të përshtatur këtu, por për të kuptuar anën tjetër të vetes tënde se si funksionojnë mekanizmat e tjera, ty nuk të marrin leje ato. Thjesht të bindin, të urdhërojnë të bësh gjëra pa e ditur ti që ato po të urdhërojnë, sepse ti i ke implementuar brenda vetes tënde si një virus. Dhe ato gjatë gjithë kohës
të hedhin mendime dhe ide. Dhe kështu do të filloj dhe me meditimin. Ti do të fillosh ta futësh atë brenda vetes tënde, mënyrën e të bërit meditim. Sepse ti meditimin e ke në qenien tënde, e ke si i margaritar në thellësitë, në minierat e shpirtit tënd, qëndron atje diamanti i meditimit. Dhe pasi ta kesh krijuar këtë vendin ku ti do të meditosh, duhet të ngrihesh çdo ditë në mëngjes, në të njëjtën orë, dhe të pish shpejt sa të zgjohesh një gotë esëll me ujë. Kjo gota duhet të qëndrojë një ditë para, e mbyllur me një kapak. Dhe do të qëndrojë tek koka ku ti fle. Nëse ke mundësi në një vend ku duket hëna, do jetë akoma më mirë, për arsye se uji ka forcë magnetike dhe energjitë elektromagnetike që ka në dhomë apo ana që transmeton energjitë magnetike e ndihmojnë atë të thithin atë më shumë dhe të rigjeneron anën e trupit eterik, pavarësisht se ti nuk e koncepton dot ose nuk e shikon drejt si proces këtë. Nëse të përpiqesh të futësh anën tënde racionale dhe të thuash po ti ku e di këtë, nuk duhet ta dish. Duhet ta ndjesh. Nëse unë e di, nuk është më proces shpirtëror, është proces racional, është i matshëm, është me të metë, një gjë që është e matshme, është e metë. Duhet ta kuptoni pak më shumë këtë, duhet të ulumtoni pak më shumë për botën shpirtërore. Bota shpirtërore i përket një gjë të pamatshme, të pa faktuar fiks nga shkenca. Shkenca mund të të ndihmojë të perceptosh, por jo të ta jap plotësisht anën shpirtërore. Ana shpirtërore lidhet me intuitën, lidhet me mekanizma të tjerë të cilat nuk janë të matshme nga shkenca jonë që kemi fizike aktualisht. Mund të vijmë më vonë një shkencë që mund të evoluoj kjo lloj forme dhe të na ndihmojë ta perceptojmë më mirë, por aktualisht gjithmonë ana shpirtërore ngelet ose mbetet një botë e plotë dhe e pa konceptueshme në konceptin e plotë të fjalës nga mendjet e vdekshme. Unë e ndjej atë, unë e di këtë, e di brenda vetes time, por nuk e shoh. E njëjta gjë ndodh edhe me besimin që ne kemi. Ne e dim atë, ne e ndjejmë, nuk e shohim besimin, ne nuk e shohim Zotin. E megjithatë ne e dim se ekziston. Ky është besimi, kurse shkenca gjatë gjithë kohës, po ku, po si, po ma tregon mua, po pse s'ma tregon ti, po ku e peti këtë, po ku e peti atë. Kjo është mendja racionale. Kjo e endet në labirintin e jetës deri në fund dhe në fund nuk i del askuaj asaj të kuptoj veten dhe as jetën. Prandaj krijuesi, Zoti, arkitekti i madh apo universi ka falur imagjinatën që të kalosh përtej dimensionit të tretë, të matshëm, aty racional. Të futemi te meditimi sërish. Pasi do të keni pirë këtë gotën e ujit, në mëngjes herët, ju do të bëni ritualin e mëngjesit, i cili është shumë i thjeshtë. Në fillim do të duket pak abstrakt, sepse nuk është mësuar trupi ta përjetoj këtë që do t'ju them tani, dhe do të ndjeni pak wow, ç'a po bëj. Po bën diçka krejt normale, të cilën me kalimin e kohës do ta kuptosh që është një nga metodat më të mira për të sjellë pozitivitet. Si bëhet? Pasi je ngritur dhe ke pirë ujin, ti duhet shtrihesh sërish në krevat dhe duhet të lëvizësh këmbët në këtë lloj forme. Të dyja këmbët deri në 10 herë. Pastaj do të shtrihesh me atë shtrirjen e macesh, që këmbët i shtrin drejt dhe duart i ngre lart, dhe do të shtrihesh sa më shumë të mundesh që ta ndjesh zgjimin dhe pasi ta kesh bërë këtë, do t'i mbyllësh syt dhe do të qëndrosh 3 deri në 5 minuta me buzëqeshje, duke stimuluar trupin të buzëqesh vetë pa
një arsye. Si bëhet? Kjo duke qëndruar këtu, i mbyllim syt dhe buzëqeshim. Provoni të qëndroni kështu për 5 minuta. Në muskujt e fytyrës do të krijohet një ndjenjë pozitive e cila do transmetohet nëpërmjet shqisave të tua dhe ato konvertohen në sinjale elektrike në tru dhe ju do të ndjeni pozitiv brenda vetes. Do të ndjeni një ndjenjë shumë herë më të mirë. Në fillim do të duket pak si budallallëk kjo, por kjo është një metodë që ti bën tërheqje të energjisë vibruese, të një emitimi ose kopje të një frekuence energjish pozitive brenda vetes tënde. Pasi do ta bësh këtë për 3 deri në 5 minuta, do të ngrihesh, do të shkosh te vendi ku ti ke përgatitur dhe ai do jetë vendi jot ku njerëzit nuk do shkojnë aty, nuk do ta shtypin me këmbë ose do ta shkelin atë vend. Dhe aty mund të qëndrosh ulur në pozicionin asana, duke qëndruar në këtë lloj forme, do të marrësh frymë për 1 minutë. Merr me und, por jo me pjesën e gjoksit, por me bark këtu. Edhe nxjerr me gojë. Ndërkohë që nxjerr me gojë, ulet pjesa e barkut. Ndërkohë kur marrim me und, ne nuk e futim energji dhe ta mbajmë te mushkrit, por duhet ta kalojmë poshtë në formën e spirales. Energjia vjen kështu. Dhe këtu grumbullohet. Pra, kjo do të bëhet për 1 minutë me frymëmarrje, e mbajmë pak dhe e nxjerrim. Dhe pasi e bëjmë këtë, ne i mbyllim syt dhe e lëshojmë mendjen e qetë të mendoj çfarë ajo të doj. Në fillim do të keni shumë mendime, do të vinë mendime abstrakte për shkak të natyrës tuaj kaotike që ndodhet në këtë moment. Dhe pasi të mbaroj kjo pjesë, do të shikoni që mendimet do të fillojnë të rallohen derisa të keni shumë pak mendime. Këtë do ta praktikoni çdo mëngjes dhe për një cikël minimumi 30 ditor për të futur në jetën tuaj shprehinë e meditimit dhe për ta ngjallur atë energji dhe për të gjetur atë diamant që ju e keni humbur. Provojeni këtë miq dhe dua që të më lini në koment të gjitha opinionet dhe mendimet tuaja që ne mund t'i komunikojmë së bashku dhe në anën tjetër ose ditët që do të vinë pasuese, unë do të flas për disa nga teknikat më të mira të meditimit. Sigurisht kjo ishte teknika e parë për të qasur në meditim. Pastaj ne do të ndalemi në teknikat e meditimit, ku do t'i trajtojmë me ezoteristin dhe mikun tim Enea Gjonaj. Dhe do të kemi edhe trupin skeletor, ku do të trajtojmë dhe vendet se ku ndodhet stresi, vendet ku ndodhet ankthi, çfarë ndodh, si mund t'i lehtësojmë këto nëpërmjet trupit fizik dhe trupit eterik dhe shumë gjëra të tjera në rrugëtimin e vetëm që kemi nisur dhe që besoj do të jetë i pari në Shqipëri që do të hap dyert e një akademie ezoterike, ku ju do të rizgjoni shpirtrat tuaj dhe do të kuptoni më shumë. Dhe për te gjërave që keni parë apo dëgjuar deri më sot random nga motivuesit fake apo këta njerëzit që pretendojnë se me motivim do të shpëtojnë shpirtin tuaj, janë vetëm bullshit. Ju falenderoj që ishit pjesë e imja dhe sot mos harroni të bëni subscribe në channelin ton në Okult, ndiqni gazetën ton okult.org dhe Instagramin tim, ku unë ndaj koncepte mbi ezoterizmin dhe fushat e psikologjisë dhe psikikës në nivele shpirtërore dhe jo me shkenca eksakte apo fikse të ndara me lapse dhe me letër për të bërë atë që
njerëzit gjatë gjithë kohës duan ta kenë të ndarë fiks, nuk ka gjëra të ndara. Çdo gjë lidhet, çdo gjë është e lidhur me diçka tjetër dhe ajo diçka tjetër me diçka tjetër dhe kështu formsohet e gjitha ajo që njihet ndryshe ezoterizëm, një oqean gjigant me shumë gjëra dhe aty lundron edhe jeta.